Më bën me lexu Kur'an me abdes, por nuk falna, isha Allahu ma mundson me u fal. Amin ya Rab, Allahu ta mundsoft me fal. Unë nga ky vend i bekuar, nga kjo xhami, po bëj dua që Allahu xhelle shanu me ta mundsu sa më shpejt me anis me fal. E mos me lën asnjë çast vetëm pa namaz. Mos me lën asnjë moment as një ditë apo një kohë. Sepse jeta është e shkurt, takimi me Allahun vjen shpejt, edhe pishmandoku është i madh, pra i bish pishpan, por mos e lejo veten që mu bë vonë. Leximi Kuranit me abdes, padyshim që është një vepër shumë e mirë, edhe të lejohet, edhe pse si të u fal më mirë, lexo Kuran, edhe pse s'falesh, se sa mos me lexo fare. Nëse ke për qëllim me lexu me abdes Kuranin arabisht, atër kjo është e kërkuar edhe nevojshme. Nëse ke për qëllim me lexu shqip, themi e lejuar është edhe pa abdes me lexu Kuranin shqip, sepse je duke lexu kuptimin e Kuranit, e jo direkt Kuranin si e ka zbrit Zoti. Pra të lejohet edhe pa abdes. Por aman për hir të Allahut, po të këshilloj që t'ja nisësh namazet e t'i bish në sejdë Allahut. Edhe ju të nderuar vëllezër e motra që po e dëgjoni këtë video, bëni dua për këtë motrën, po ashtu për të gjithë të afërmit tuaj që nuk falen, më janë sa më shpejt më fal. Aman, për rizat Zotit, mos e leni veten edhe mos lejoni me vdek pa namaz. Këshilla më e mirë që jep dikush mas besimit është namazi.